si motër e herojt në Hekeci dhe si motër e invalidët e partë e Usheka Sabit Geci, këtë titull e përjetoj jo vetëm se nderë, por edhe si përsi për të rujtur dhe për cilër këtë trashëgimi të shmuar. Një falënderim të veçantë u abej edhe bashkëpunëtorëve të Hasit, kësaj krehinje të shtetit tonë Shqipërisë, për ato vite me të vështira e ashtu të lavdishme, ku Hasi u dëshmua si vatër e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ku çdo familje dhe qytetar madhor, dikush me armë, kush me streje, dikush me bukë, u hunë në shërbim të luftës për shërimin dhe bashkimin kombëtar. Jam veçanërisht të nderuar që këtë titull dhe pranoj nga kryetari i bashkisë Mehtar Dauti, pasardhës si një familje të njohur atëtare e cila strehoi dhe mbrojtej heroinën tonë kombëtare Shot Kalica në vitet më të vështira të jetës së saj. Kjo jep këtij vlerësimin jeton me familje dhe me të veçantë, duke i shtuar forcë, guxim dhe peshë historike.